Ora po shkon avash 9:30 dashur miq, kthehemi përsëri në bisedën që kishim me doktor Vaso Mion, e them edhe një herë për ata që e kanë hapur tani televizorin, ekspert për çështjet e shëndetit publik pranë Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH, si themi shkurt, por edhe ekspert për ndryshimet klimatike dhe impaktin e tyre në shëndetin publik. Mrekulli. Atëherë doktor Vaso, domethënë patëm një pjesë të parë që më tepër u tmerruam në thojsa nga ato që ne pritet të presim në ndryshimet klimatike. Është për të patur frikë apo jo? Është për të pasur vëmendje, më mirë themi, dhe mos e përdorim ndoshta fjalën frikë, megjithëse në këto artikuj të fundit kam lexuar këto ditë lidhur me konferencën e palëve, domethënë që u bë në Meksik, në Cancun, shumë gazetar shprehin dhe fjalën frikë. Kështu që është vërtet. Po aty ura dakord apo u dha një lloj okay, domethënë e shteteve? Shiko, aty nëse do e krahasoj me një vit më parë kur një konferencë e tillë u mbajt në Kopenhagen, kjo sikur shkoi një hap më përpara, në kuptimin se ishte më e ngrohtë. Ishte disi më e ngrohtë, ishte në një vend më të ngrohtë, në fakt, me thënë drejtën, për çiku humor, sepse vite ka dhe çuditëra nganjëherë, sepse kur u mbajt vjet, u mbajt në një kallkan të tmerrshëm, konferenca për ngrohtësinë globale, dhe sikur nuk shkonte nga kjo pikpamje, dhe sigurisht edhe shpesh bëj dhe humor dhe gazetarë. Po çka qenë një mbledhje qeverie që është mbajtur në ujë. Ajo është interesante, në fakt është një lloj mënyrë proteste që vjen nga qeveria e Maldiveve. Janë disa ishuj të vegjël në Oqeanin Indian, që domethënë lartësinë maksimale më duket se e ka një 1,5 metër, 2 metra. Po, këto janë pamje dhe atëherë në shenjë proteste kryeministri me gjithë ministrat e tij përjashtuar një dy që ishin duket me sëmundje zemre, u zhytën në 5 metra nën ujë dhe firmosën një akt, ja ju po shikoni tani. Janë duke firmosur, është më tërmend shumë interesante mënyra e protestës së tyre, shumë e veçantë, me thënë drejtë. Dhe kjo ka ndodhur, thua, një muaj përpara se të shkonin në konferencën e Kopenhagen, një vit përpara. Pra ngjalli domethënë shumë. Po këta për çfarë bëjnë, domethënë? Këta e bëjnë për protestë të shkretët, sepse këta nëse do vazhdoj kjo ngrohje globale, pra temperaturat që folëm, nëse këto akullnaje që po shkrihen do vazhdojnë, atëherë do arritet niveli i detit. Sa për dieni, domethënë që është rritur sepse ne kemi parë në Durrës për shembull. Atë nuk e kupton dot kaq kollaj Aldo, sepse nëse do themi se me sa rritet është 1.3 mm në vit. Jo, po një sekond. Domethënë plazhi ka u mbaj mend. E kuptoj që është futur, është po. Po, megjithatë prap kjo është për masa e rritjes. Domethënë, nëse shkojmë pastaj deri në fund të vitit, po si shkohet? Deti ka marrë shumë rol. Duket ajo, mund të ketë dhe faktorë të tjerë, nuk e them dot, po unë them që shkencëtarët me matje dhe sidomos tani me matjet nga satelitët, flasin për 1.3 mm në vit. Domethënë